Pas më shumë se 7 muajsh bllokimi, Kuvendi i Kosovës ka përfunduar më në fund me procesin e konstituimit duke zgjedhur nën kryetarin e 5 përfaqësuesin e komunitetit serb, Nenad Rashić. Deputeti Rashić, i njohur për qëndrimet e tij të moderuara dhe për distancën nga qëndrimet e listës serbe, mori 71 vota pro në seancë plenare. Ai u mbështet nga deputetët e lëvizjes Vetëvendosje, një pjesë e deputetëve të komunitetit Jo Shumic dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Nga ana tjetër, lista serbe votoi një blok kundër kandidaturës së tij me 9 vota kundër dhe 24 abstenim, të tjera nga deputetët e Partisë Demokratike dhe Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjedhja e Nenad Rashićit u bë pas dëshmimit të 9 të propozimeve të njëanshme të listës serbe dhe kalimit të procedurës së shortit, si zgjedhja e vetme ligjore për të mbyllur procesin. Pas votimit, kryetari i Kuvendit Dimal Basha shpalli zyrtarisht Kuvendin e Kosovës të konstituar dhe mbylli seancën plenare duke theksuar se ky moment shënon kthimin e funksionit normal të institucioneve të vendit. Me përfundim të këtij procesi hapa tashmë për krijimin e një qeverie të re të Kosovës, ndërsa pritet për ditët në vijim. Me përfundimin e këtij procesi hapet tashmë rruga për krijimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërsa pritet që ditët në vijim të nisin bisedimet mes forcave politike për ndarjen e posteve ministrore dhe përcaktimin e prioriteteve të ekzekutivit të ardhshëm.